në si fshat kemi qysh mbati probleme me rrjetin elektrik. Jemi për momente vetëm me një trafo, do të furnizu të gjithë si burim të rrymës, vetëm me një trafo të përgjithshme. Edhe kemi bërë komunën kërkesë, momentalisht jemi shumë keq, sidomos sezonën e dimrit kur janë edhe mërgjimtarë, sigurisht. Është ngarkesë shumë e madhe, është kërkesë shumë e madhe rrymës edhe nuk ka furnizim të mjaftueshëm të rrymës. Me fjala nuk kem rrymë tash, është problemi të trafa, apo është problemi i përgjithshëm, nuk po them që është edhe po. Po ju keni bërë kërkesë? Na kemi bërë kërkesë, kemi bërë peticion, jemi konatë kryetarit të Baliman Remaj edhe të zyrat e Keksit, kemi bërë peticion, kemi mbi 200 nënshkrime, edhe për momentin ato s'kemi ndaj diçka të. A kanë premtu kur me datë saktë që mundet me sjell trafa apo jo? Premtu na kanë domethënë që ka marrë në vitin 2026, po tash kur vjen kur bën këto premtimet kanë herë janë. Po nuk e di. Urojmë për matinë. Përshëndetje. Si je mirë. Po do më të pyet pak edhe për banorët. Si kryetari i fshatit mundesh me njoft sepse merresh me to çfarë banor jeni ju të Mohlanit? Me zvetja keni shku gjithë mirë apo jo? Banorët janë shumë të mirë, banorët me a janë bashkëpunues po duhet? Janë bashkëpunues, janë punëtor, nuk janë telashegjin. E që kjo është ma e mira. Secili ka punën e vet, shumica kanë atë bizneset veta, që është shumë e mirë, kanë ferma, kanë punojnë, punojnë, pa kështu punë tjetër. Po që kjo është ma e mira. Që kjo është ma e mira dhe ma e dushme.